Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë tjetër antipaste. Sot do të përgatis djathë të pjekur me petë me mjaltë e susam. Fillojmë ta përgatisim. Kemi marrë petën, vetëm një petë do të mbështjellim djathin, e lyejm petën të gjithën me vaj ulliri, do ta lyejm shumë mirë që peta të lyhet plotësisht me vaj. Do të vendosim djathin e bardhë. Unë në këtë rast kam marrë djathë dhije. Ju mund të merrni çfarë do lloj djathi, po kaçkavalli jo. E mbështjellim në këtë forëm petën në të dy anët dhe e lyejm përsëri me vaj. Të gjithë petën që ka ngelur, pjesa që ka ngelur pa mbështjell, do ta lyejm plotësisht. E mbështjellim përsëri derisa djathi të mbështjellet plotësisht. E palosim dhe petën e mbetur dhe tani do ta lyejm me vaj sipër. Do ta vendosim në tavë, në një ku do ta piqni dhe lyejm dhe pjesën tjetër po me vaj ulliri. Do ta vendosim në furrë dhe do ta pjekim në temperaturën e 200 gradë për 10 minuta. Dhe ja ku e kemi, na është bërë super. Ka lëshuar një aromë të mrekullueshme. E vendosim te pjata ku do e servirim dhe i vendosim mjaltin. Mjaltin do ta vendosim në momentin që ne nxjerrim nga furra. Është një recetë super e thjeshtë, një antipast që do t'ju kënaqë familjarët tuaj. I vendosim dhe susamin sipër dhe ja ku e kemi gati. E shohim, e presim për të parë. Siç e shihni, djathi i zbutur, është kombinuar me mjaltin, me susamin dhe është perfekte. Ta shikojmë, e shohim. Super. Super fare, ka një shije të mrekullueshme. Unë e kam provuar faktikisht. Dëshiroj që këtë recetë kaq perfekte, një kombinim perfekt mjalt, djath, susam me një gotë verë me familjarët tuaj në këto ditë festash do të ishte perfekte. Përgatiteni këtë recetë dhe do i përfaqësoni familjarët tuaj. Faleminderit që më ndiqni dhe mirupafshim në videot e radhës.